Dalim me njerë të një zhvillimi fundit, është apeli në fakt i cili në një instancë sot me ka rrëzuar edhe kërkesën e Erion Veliajt, ky i fundit kërkon të shpallen të pavlefshme aktet hetimore ndaj tij. Megjithatë, më me detaje kolegu Ervin Leka do të na sqarojë në këtë moment. Ervin. Për të sqaruar për publikun, Ervin, edhe një herë cila ka qenë kërkesa e Erion Veliajt dhe me çfarë argumentesh më pas apeli i rrëzoi ato? Gjykata e posaçme apelit në fakt ditën e sotme me një vendim të marrë nga gjyqtari Eni Gert Pëllumbi ka rrëzuar edhe kërkesën që ka bërë më herët Erion Veliaj, ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, për sa i përket shpalljes së pavlefshmërisë të gjitha akteve që ka bërë dhe veprimet hetimore që ka bërë prokuria e posaçme. Por më herët pra Veliaj është drejtuar shkallës së parë së gjykatës së posaçme me këtë kërkesë, pra me rrëzimin e veprimeve hetimore që ka bërë prokuria e posaçme SPAK, por edhe shkalla e parë e ka rrëzuar këtë kërkesë dhe në këtë mënyrë pra ju drejtua apelit. Dhe ditën e sotme ka qenë gjyqtari Eni Gert Pëllumbi që ka rrëzuar këtë kërkesë duke vendosur në favor të SPAK-ut, më të themi, apo edhe ato se çfarë kishte gjetur SPAK-u, pa dhënë një argument duke i cilësuar si veprime të plota hetimore dhe duke rrëzuar në këtë mënyrë kërkesën e Erion Veliaj që kërkonte edhe shpalljen pra të pavlefshme të gjithë këtyre hetimeve. Kujtojmë pra që një kërkesë tjetër, gjykata e lartë më 2 tetor është bërë po ashtu edhe një rrëzim nga ana e kësaj gjykate për Erion Veliaj për zvendësimin e masës së sigurisë dhe si duket edhe këtë të hënë gjykata e apelit mori vendimit për të pranuar gjitha hetimet që ka bërë prokuria e posaçme SPAK dhe për të rrëzuar kërkesën dhe ankimimin që kishin bërë avokatët mbrojtës të ish kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. E kuptoj, mirë Ervin, faleminderit për raportimin. Një shkëputje e shkurtër e kthehemi pas në studio.